është dita ndoshta e fundit kur do duhet të rishikojë buxheti i Kosovës. Dhe ky rishikim nuk mund të bëhet sepse nuk ka as qeveri, as kuvend funksional. Sot kemi deputet që ushtrojnë funksione të dyshta dhe kemi deputet të cilët nuk mund të kryejnë detyrat ose obligimet kushtetuese që i ka sipas ligjit dhe sipas kushtetutës. Ta as nuk mund me mbikëqyrë, as nuk kanë kënd me e mbikëqyrë. Ndërkohë parlamentet e vendeve të rajonit kanë ratifikuar marrëveshjet që i marrin fondin nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. E vetmja Kosova që nuk ka arrit të marrë as 1 milion euro nga këto fonde. Në të njëjtën kohë, sot përballemi edhe me ngritje të çmimeve të shpotës ushqimore, të naftës dhe të energjisë elektrike, ndërkohë nuk ka as qeveri fuqi plot dhe as kuvend funksional që mund të adresojë këto çështje. Sa më shumë vonohet ky funksionalizim i kuvendit, aq më të thella kanë më bë pasojat për qytetarët dhe për shpresat për një